Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Jam këtu pranë jush për të bërë pak muhabet, për të analizuar, për të dhënë mendimet për ngjarjet që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brother. Luizeli, siç duket, ka hyrë me një mision të qartë. Tani unë nuk e di pse për Luizin bëhen disa lajme nëpër portale që Luizi ka një mision, Luizi po zbërthen situata. Fundja Luizi për këtë gjë ka hyrë, nuk ka hyrë që të luaj dhe nuk ka hyrë me rolin e lojtarit brenda asaj shtëpie. Luizi ka hyrë që deri diku t'ju çojë informacione, domethënë është një tolerancë nga vllau i madh këtë vit, që banorët të nisin rrugtimin dhe të fillojnë të luajnë lojën. Por siç duket, banorët e marrin për terë çdo gjë, e keq kuptojnë çdo gjë dhe nuk kuptojnë në fakt asnjë gjë. Natën e sonte Luizi bëri një mekanizëm. Mori arushin të brikenës edhe e fsheu në lavanderi, në një nga dollapet në lavanderi, teksa të gjithë banorët po flenin. Domethënë Luizi që nuk është konkurrent e mban shtëpinë me energji. Dhe e mori anash Mateon, domethënë për t'i ndihmuar, një mekanizëm që ta afron sa më afër brikenës. Edhe i tha që do e fshetha unë arushin në lavanderi. Ti tha si çun i mirë, si djali i urtë që je, do shkosh, do e gjesh, edhe gjasme do ja japësh ti sikur ti ja ke gjetë, domethënë sikur ke bërë diçka ti për atë brikenën, nuk është se unë ja kam gjetë. Dhe Mateo, që nuk është strateg dhe nuk është lojtar për të kuptuar gjërat, nuk e bën lëvizjen, lëre që nuk e bën lëvizjen, por mban dhe inatin me Luizin, domethënë mban mllefin që jo, unë nuk i bëj këto gjëra, unë do të bëj lëvizje në momentin që brikena do ta ndjen, brikena do ta jeton momentin me mua dhe do t'i kënaqet. Domethënë nuk e kupton që Luizi nuk ka ndonjë inat apo ndonjë mllef me Mateon, por thjesht dëshiron që ai të mos të lodhet. Përsëri, pa marrë parasysh që Mateu u soll keq, vazhdon të sillet keq ka 2 ditë, domethënë mban një lloj distance, e shikoja me Rogertin bisedonte që unë nuk bi në nivelin e tij, ai ka gjetë dhe merret me këto i shkojnë nga mbrapa, unë nuk jam ashtu. A realisht Luisi dëshiron jashtëzakonisht shumë që t'i ndihmon Mateos, por Mateo e ka shumë të vështirë ta kupton këtë pjesën. Nejse, Luizi i shkon brikenës sepse as brikenës dhe as një banorit nuk i binte në mendje që ta kupton se ku është arushi. I thot brikenës që ku e ke arushin, fillojnë kërkimet ndaj arushit, brikenës i pëlqeu si gjë, sepse brikena e hëngri që Luizi e ka fshehur arushin, nga që arushi ka qenë aty çdo ditë dhe asnjërit nuk i ka shkuar në mendje që ta fsheh, dhe në fakt sikur i pëlqente realisht të merr vëmendjen e Luizit, sikur Luizi t'i shkonte nga mbrapa, të merreshte me brikenën, të loste me brikenën brenda në lojë. Të paktën unë këtë gjë kuptova nga ky gjëja që ndodhi sonte. Dhe më pas çfarë ndodh? Luizi i thot Mateo shkon, domethënë tek lavanderia dhe ja tregon brikenës ja ku e ke arushin, më tha Luizi bla bla bla, domethënë që unë nuk i bëj këto gjërat, ai e kishte qejf të ta bënte, të vete ty në siklet. Domethënë që këtu dështoi Mateo. Gjithsesi, Luizi gjatë këtij momenti gjeti kohën edhe mundësinë që të bisedon me brikenën, edhe t'i thot se çfarë ndjen ti, pse nuk pranon për Mateon dhe t'i jep disa shembuj që në fakt edhe Luizi ka përjetuar brenda kësaj shtëpie. Luizi i tha që Mateo të do shumë, Mateo të ka xhan, të ka në zemër, të preferon, ka një lloj emocioni shpirtëror për ty, por domethënë aq janë mundësitë për të ta thënë dhe dua ta kuptoj nga ty, pse nuk e pranon ofertën që Mateo po ta dhuron? Domethënë çfarë sekreti ka mes teje dhe Mateos? Dhe në këtë mes, Brikena tha që unë nuk mundem të hedh një hap, derisa unë nuk shoh që Mateo më bën propozime interesante, që Mateo më vjen nga mbrapa, apo nuk më bindën. Do me thënë, çfarë kuptova sonte unë? Nuk është që Brikena nuk është gati që t'ja jep përqafimin Mateos, që t'ja jep puthjen Mateos në një farë mënyre. Por Brikena
brënda asaj shtëpie është duke kërkuar tipin e Luizit, njeriun e Luizit, që ajo në fakt të nxjerrën atë sekretin shpirtëror tek një mashkull. Sepse Mateo domethënë e ka lënë situatën në qetësi. As nuk po i afrohet, as nuk po flet me të, as nuk po komunikon. Domethënë e ka lënë situatën krejt në qetësi në momentin derisa ta ndjen Brikena. Dhe shikoj që më shumë shtypje është duke bërë Luizi, që realisht kur ti shikon Mateo këto videot do befasohet se sa ka punuar Luizi që ai në këtë mes të lidhet me Brikenën dhe se sa po lufton Luizi për kohën që është aty, që Brikena t'i jap një përqafim Mateos. Brikena shkon te krevati, ja jep dorën, sikur ja jep rrojës së shkollës dhe largohet, po largohet me atë qëndrimin dhe i thot Brikena Luizit, unë jam e ftohtë si femër, unë jam e egër si femër, ndërsa Luizi i thot që ti jashtë i thot, domethënë përsëri i jep informacion, mund të kuptohesh si një vajzë që thjesht je duke luajtur dhe je duke manipuluar marrëdhënien që është krijuar, m'falni, në këtë mes me Mateon. Tani, unë e shoh që Brikena e ka shumë qef të ndaj kohë bisedë me Luizin, e ka shumë qef të debaton me Luizin, sepse jam shumë i bindur që në qoftë se do të ishte një banor tjetër, i cili do të kishte fshehur Arushën, do ishte bërë lufta në këtë shtëpi. Por Brikena e pa që ishte nga Luizi, domethënë e pa që kjo Arusha kishte një prapavim, domethënë kishte një kuptim. Dhe Luizi u mundua që sa më shumë ta binte Brikenën që duhet ta edhën hapin me Mateon dhe duhet ta bën hapin me Mateon dhe të mos të ri kot aty, domethënë të mos ta mbaj djalin kot me shpresa. Ndërsa Mateo, që më vjen shumë keq, domethënë nuk doja që t'ja njoh këtë karakterin që është natyrë që në asnjë mënyrë nuk e kupton gjën, që është natyrë që në asnjë mënyrë nuk e studion situatën dhe nuk dihet të merr nga situata atë që në fakt duhet të merr, që do me thënë të kupton, t'i shkon Brikenës nga pas, ta kupton marrëdhënien me Brikenën, ta kupton natyrën e Brikenës, nga që ai ri ulur cepave dhe thotë unë e njoh Brikenën, por nuk po hedhin asnjë hap. Ndërsa ditët mbarojnë, Mateo Loj s'ka luajtur, të paktën nga ky Big Brother le të merr Brikenën. Dhe këtë gjën realisht po thonte Luizi. Tani, a do ta rije Luizi që ta bën punën që deri nesër mbrëma Mateo dhe Brikena të japin një përqafim mes njëri tjetrit, po një përqafim dashurie, emocioni, apo do të përçahet si çift, sepse që nga hyrja e Luizit kemi parë shumë largësi mes Brikenës dhe Mateos dhe nuk e di pse ndodh kjo gjë. Domethënë Mateo ka qenë shumë larg dhe nuk ka argumente për këtë pjesën. Këtë në fakt do ta kuptojmë natën e nesër mbrëmshme dhe gjatë gjithë ditës, në qoftë se Brikena do të dëgjon fjalët e Luizit edhe do të lidhet, sepse Brikena thonte unë duhet ta mendoj 100 herë, ta mendoj mirë, të jem 100% e sigurt, që unë mendoj që nuk ka 100% siguri në një lidhje dashurie dhe t'i jap emocionin Mateos.